Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ngjarjen e rënd që ndodhi 2 vite më parë në Durrës, vrasjen në familjen Meta. Sot është dhënë vendimi nga gjykata e shkallës së parë në Durrës, e cila ka dënuar djalin e madh Hysen Meta me burgim përjetshëm, por edhe 2 fëmijë të tjerë dhe bashorte në total me 16 vite burg. Megjithatë, kjo ngjarje, motivi i saj mbetet ende mister dhe i pazbardhur. Për më shumë do të flasim me avokatin Gylsen Zhrim. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndet, faleminderit për ftesën. Një tjetër ngjarje që mbyllet, por pa u zbardhur motivi. Shiko, nga aspektin njerëzor nuk është zbardhur vërteta, sepse në fillimet e para secili nga pjesëtarët e familjes, pra protagonistët, motra dhe vllai, shkëmbenin në përgjegjësi ndaj njëri tjetrit, edhe përveç kësaj nuk kishim një qartësi në hetime, dhe përveç kësaj prap e them, sepse duhet ta them vazhdimisht përveç, sepse kjo ngjarje ishte jo prona, jo familja, jo gruaja, jo motra, jo vllai, jo tezi, jo kurshuria, dhe përveç të gjitha këtyre rrethanave, në fund fare në shkallë të parë dënohet një nga pjesëtarët e familjes. Avokat, mendoni që kjo ngjarje, derisa u mbyll me një vendim këtu, nuk besoni që do shkojë më tej për të gërmuar pra institucionet, prokuroria për ta zbardhur? Atëherë që ta përfundoj të gjithën atë që e nisa, duke qenë se janë shumë faktorë të përzirë me njëra tjetrën dhe përjashtojmë njërin dhe tjerë me radhë, kemi të bëjmë me faktin konkret që një gjykatë e shkallës parë, jo vendim përfundimtar, ka dënuar vëllain e këtyre anëtarëve të familjes, pra motrës të vllait tjetër. Që do të thotë njëri të paktën ka marrë përgjegjësinë. Tani e ka marrë përgjegjësinë sepse prokuroria tha që do dënojmë X personin, apo e ka marrë përgjegjësinë sepse ai vetë ka pranuar faktin dhe thot unë e kam bërë dhe të mbaroj kjo. Sepse fillimisht ishte motra, ishte vajza që e mori përgjegjësinë, pastaj kaloi. Prandaj thash njëri tjetrit edhe po merrni përgjegjësi, jo unë, jo vllai, jo ky ai, por ajo që ne duhet të kuptojmë është pasi të zbardhet edhe vendimarrja e shkallës parë, nga rrethanat e faktit do kuptojmë qartësi që dikush nga këta ka marrë përgjegjësinë. Dhe përveç këtij faktit që mbarja e përgjegjësisë, kemi pastaj edhe një rast tjetër që ka të bëjë me dhënien e dënimit, sepse nga dënimi ju do kuptoni që fajtori për gjykatën e shkallës parë Durrës, pra jo vendim të formës prerë, por të shkallës parë që shqyrtoi provat, u bin gjykatës që fajtori që ka djali, pra djali i madh. As vajza, as djali i vogël, as nëna, sepse edhe disa të tjerë dyshonin tek nëna. Unë dyshoja te faktori për te familjes. A 1/3? Nuk po. Pse? Sepse 1/3 nuk është se ndikon tek vrasja, drejt për së drejti duke u bë pjesë e vrasjes. Jo. Po faktori 3 mund të jetë person fizik, mund të jetë edhe ndonjë send, pra një përfitim material që mund të ketë dikush nga familjarët. Dhe kjo gjë, jam i bindur që me vendimin e zbardhjes do të shikoni fakte konkrete. Dhe tek ato fakte do të shikoni ju që aty po ekziston faktori 3. Pse them ekziston faktori 3? Okej. Po. Jo, më thoni, se në ndërprek. Sepse njërin e ke burgim të përjetshëm, tjetra është dënuar 8 vjet, djali i vogël 3 vjet dhe nëna 3 vjet. Në rast se marrim të mirëqen këto dënime, për mua 3-3 janë dënime të cilët s'kan vlerë. Pse? Se të paktën janë të dënueshme me një marzh dënimi të lehtë. Mirë. Po ky që është më të rënd, do të thotë që ky di të vërtetën, ky di sekretin, edhe e treta është që ky është shprehur mbi sekretin. Dhe prandaj gjykata ka vendosur burgim të përjetshëm. Dhe përveç këtij fakti, duhet dini që të gjithë familja do ta ankimojë vendimin. Pse? E njoftuan edhe avokatët sot që do ta ankimojnë. Po, sepse duke qenë se një ndër pjesëtarët dënuar burgim të përjetshëm, ai është djalë i ri.
Normalisht nuk mund ta dënosh burgim të përjetshëm. Krimi është i rëndë. Pse kjo argument? Se këtë kishte edhe avokatja e tij. Pse avokati jeni në të njëjtën linjë me të? Përse? Po, sepse është një djalë i ri, i cili nuk ka bërë ndonjëherë vepër penale, nuk ka pas një figurë që të thoshte që ky është pjesë e një krimi, pra ka qenë në një CV të pasur kriminale, dhe marr rrethana rënduese për një person që bën një krim të rënd duhet të jenë më shumë se 3. Që në fund fare të dalësh ti si gjykat dhe ta vendosësh burgim të përjetshëm. Unë do doja që të ishte dënimi në maksimumin 30 vite. Mirë. Kaq sa ka kërkuar prokuroria për vajzën. Po, 30 vite dhe ai 60 vjeç me kismet e Zot, përpara Zotit nga mbrapa, të dali derisa është mos gaboj 30 vjeç ishte mos gaboj. Pra, në këto kushte unë do thoja po, duhet patjetër një burgim i cili të kishte një maksimum, po jo një maksimum derisa të perëndoj dielli. Ky është një gabim. Por nga ana tjetër, unë mendoj se gjykata ka marrë këtë akt të rënd që kur prokuroria të shkojte ndaj këtij persone të ankoje, nuk kërkon të burgim të përjetshëm. Pra, ky në pjesën e ankimit e ka të lehtë që do thotë, në rast se shkon i pandehur dhe ankon në gjykatën e më të lartë, është në favorin e tij që gjykata mund të dalë edhe në favorin e tij për të rishikuar vendimin dhe për ta riparë atë dhe të marrë një dënim jo burgim të përjetshëm, por pak më të ulët. Pra, në rast ta marrim nga ana profesionale ose nga ana e gjyqësorit, ka përdorur një mekanizëm të mirë. Kurse nga ana e palës tjetër që ka të bëjë me motrën që është dënuar me 8 vjet, ajo e ka problem sepse ajo do ketë përballë prokurorin. Sepse në rast se prokurori ka kërkuar burgim të përjetshëm edhe për te, jo, 30 vite për motrën. Bravo, 30 vite për motrën, do thotë që motra patjetër që do ketë përballë prokurorin. Pse? Se prokuroria do ankohet ndaj vendimit që ka dënuar me 8 vite. Dhe për pjesëtarët e tjerë të cilët për mendimin tim janë pjesëtarë të cilët nuk luajnë një rol kyç, po luajnë vetëm një rol që është informatorët sekret të ngjarjes. Ideali i vogël di sekreti dhe nëna di sekretin. Nuk ekziston asnjë tjetër që nuk e di sekretin. Këta kanë heshtur, por e vërteta është që unë mendoj do të kemi akoma edhe pak kohë të kuptojmë sepse gjykata vendosi për këto të 3 anëtar të familjes në këto kushte. Por unë mendoj që sekreti akoma nuk ka dalë dhe tek zbardhja e vendimit do dalë një sekret, por nuk e di se si do interpretohet nga të gjithë të tjerë të cilët do ta lexojnë vendimin në shkallës parë. Edhe diçka të fundit avokat, si ka mundësi që familja nuk u thye? Pra të gjithë qëndruan bashkë përballë atij sekreti që ju thoni. Po sekreti është shumë i fortë. Sekreti është shumë më i fortë sa mendoni. Pra, nuk është sekreti thjesht vetëm tek ajo pjesa për të ngritur akuzën ndaj një personi i cili është vrarë sot dhe nuk mund të shprehet, por është se ndaj kësaj ngjarje fshihen shumë fakte të tjera. Fakte të cilët kanë të bëjnë me familjen, me rolin e babait, rolin e nënës dhe ato çfarë kanë përfituar apo jo fëmijët gjatë kohës ku babai ka qenë në jetë. Dhe këto gjëra nuk mund t'i mësojmë dot, sepse është një sekret familjar. Do thot dikush, zotëri këtu ke një vrasje. Jam dakord me ty, kemi vrasje, por nuk mund të dalin të gjitha në shesh, a kupton? Duhet të mbajmë edhe pak pjesën e dur, hetimore, sekreti, traditat, gjërat. Po aludoni të çështjen deri. Sepse urdhro? Po aludoni për çështjen deri. Jo, shiko, nderi, ta kuptojmë deri si ta kuptojmë është puna nderi, ne? Se po t'ishte çështje nderi nuk do të bëni këtë vrasje. Sepse nderi çfarë ka të bëjë? Me reputacionin. Pra që tjetër mos më diktoj ky është kështu, ai kështu, jo ky, e kupton? Pra çështja nderi, çfarë nuk kupton? Që askush mos cenoj reputacionin ton.
Prandaj, duke qenë në këto kushte, të cilët janë të pamjaftueshëm për të kuptuar dhe qytetarët vetë çfarë ka ndodhur në atë familje, sepse ajo familje ka një problem. Problemi e atë familje çfarë është konkretisht? Ne duhet të kuptojmë diçka. Çfarë ndodh në ngjarjen konkrete? Ndodh ajo çfarë? Individët nuk është se kanë thënë të vërtetën ashtu siç duhet ata të cilët janë përfshirë. Dhe duke qenë se ata që janë përfshirë nuk kanë thënë të vërtetën, do të thotë që të vërteta do të dali kur do të shfaqet në fund fare në apel. Pse do të shfaqet në apel? Pse kjo gjë? Sepse pikërisht në apel mbaron gjithçka. Është jeta vdekje. Prokuroria s'ka mundësi të bëj veprime tani, edhe apeli çfarë shqyrton? Gjithë çështjen apo vetëm procedura? Jo, apeli shikon përpara vendimarrja që është në përputhje me ligjin, një kjo, a është bërë e drejtë ajo kualifikimi i veprës penale apo gjatë hetimeve ka akte të cilat nuk të japin të kuptosh qartësi që po autori që është ai që sot është dënuar në shkalla e parë në një vendim jo të formës prerë, dhe kur kemi këto fakte, gjykata bën rivlerësim të provave të cilat i kanë në fashikull. Nuk mundet të rihap nga e para procesin në rast se njëra nga palët nuk e kërkon, por në rastin më ekstrem, gjykata e apelit, duke parë dhe duke studuar, flasim për një gjykatë pavarur të paanshme që studion, një gjykatë që merr dosjen aty dhe bën vetëm këtë gjë, kështu sa për sy fajt, t'ia tregojmë qytetarëve se tjetër është kur e thua dhe tjetër është kur e shikon, Për shembull, kam këtu dosje, edhe merr gjyqtari dhe bën kështu. A quhet lexim kë? Në fund fare lënia në fuqi të vendimit të shkallës parë. Kjo është drejtësia sot. A kupton, jeta e njeriu është kështu sot. Gjyqtari i shkallës parë çfarë bëri nderuar? Ti fol sa duash, ne flasim aty. Themi ato, ja shkruajmë, se do të shkruaj, ja shkruajmë. Edhe ai e shikon ti. Kjo është reforma, kjo është drejtësia. Në vend ti thoje lexore njeri i botës aty që je. Se duhet japësh drejtësi për atë je emëruar. Nuk je emëruar të ma thuash ti, jo gjykata vonon ose vonon, jo gjykata edhe kështu me radhë atë justifikosh në aftësinë tënde. Prandaj kjo është kështu. Po e kaloj gjykata apelit kështu, sigurisht do let në fuqi vendimi i shkallës parë. Shumë e thjeshtë. Pra, në rast se gjykata e bën këtë gjë që po të them unë tani këtu kështu, e kupton. Ai ka paragjykuar themelin. Pra çfarë ka bërë? Akt notarial. Prandaj, kjo vrasje për mendimin tim të zbardhët është të ndihmoj komunitetin. Jo të zbardhët thjesht na tregoj, ha, kush ka qenë thashë themi, ka qenë i keq babai, nëna, ky tjetri. Pra, e kupton, në këtë aspekt, në rast se ne do të merremi, atëherë kemi humbur çdo gjë. Prandaj, në rast se ka një gjykatë që do ta shqyrtojë, ta shikojë ashtu siç duhet, duhet ta hetojë ashtu siç e përcakton ligji. Qartëse. Avokat, faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj për ftesën.